Të muslimanëve, fatkeqësisht, apo përgojimi, nënçmimi, bartja fjalëve është bërë mustahab. Nuk di nëse s'nalemi na të kjo drejgje, më u pendu me e kthy në gjendin ku duhet, kam frikë se të gjërat të ardhshme kam e kon vajib. Do në gjuna është nëse s'përgojan kërkan. Sikurse kjo dikuj duket, ja kjo s'ka mundësi më ndodh. Mirë, po ndodh në sektorët e tjera. Përpara vëllezëruar, përpara. Në qoftë se një djalë e ka këqyr një vajzë përpara të pleqë të vjetër apo. Çka u kon kjo? Ka qenë shkelje e ranë, për këtë njerëzve dhe ka bo konflikta, u kon qështu? Për një shikim. Apo? Dal nga dal. Sa të një djalë i ri, nëse se ka një dashur në shkollë të mesme, a i thojnë këti, i zotja, që i thojnë këtina? A është obligim me pasat një dashnore? Unë sa e di obligim me kam bo. Sa më mustahab, vajib është. Nga së në që se s'ki, ki gjyna shoqënor. Që si e që dush me neve. Do në ti penalizur si më katar në që se s'ki. A peshe që shpu këthej kanë sanat? Apo? Po që shtu të buhet edhe dikur, gibeti, buhet dikur, kja në që se nuk nalem të një kufi. Përshka këse zemra, fillan mos menim u dhimë. Normal në kjo punë, normal. E çka e normalizon veni, po e normalizon situata, rrethanat, pozita gjeografike ku jemi ne, koha, teknologjia, këto janë nga një goditje, apo që po e godasin këtë vepër të shëmtuar dhe po e bëjnë normale. Në qoftë se i vetmi, vallahi e vetmi shpresë për të rezistuar këtij normalizimi të mëkateve është zemra e gjallë. Në qoftë se që kjo organ pushon së rezistuari, andaj nga pamjet e shumta që sot i shohim për shembull për vujt e muslimanëve, wallahi un kam përshtypje që shumica e muslimanëve tash kthyen mos si filma, jo si ngjarje reale ato. Si film me kthyer. Këto ai tu e ngre ato zhak, ai ti tu e kput komën, aty tu edhe film kthyer ato. Se nuk ka më reflektim, apo nëse nuk mundet zemra me përballu me kuptu këtë realisht. Pëlqet zemra, nuk duran. Mi po është normalizuar. Prandaj do që nuk duhet me pa shumë kësi pamje. Nuk duhet shumë, nga se nëse s'ki mundësi me reagu, atëherë çka ndodh? Do të ketë reagim tjetër. Reagimi tjetër i cili kundër efekt. Do të ketë një lloj normalizimi i raportit tonë me ato që po e sheh, me ato që po e ndëgjon, me ato diku, qase nëse s'kena mos i baragu ç'ish duhet, mos reago këtu ç'ish duhet, mos reago këtu ç'ish duhet, fillon të bëhet normal. E normaliteti e prish zemrën atë. Nga se organi i vetëm përgjegjës, kujdestar për të rezistuar është duke vdekur atë. Është i prishur. S'ka. Andaj e ke pa aty në sektorët e sigurisë së lartë, apo ku nuk bën me hi me armatim, nuk bën me hi me hekur, ka një farlloj pajisje aty që ka senzorin aktiv dhe ajo detekton. Në qoftë se ajo prishet, apo kanë mundësi njerëz me hi se sfishllon mua atë. Hi njerëz me armatim, me thika, me shufrat, çelekta, me gjithçka hin brenda, apo edhe kur kush nuk thot një herë fishkëllim s'bën belapta. Andaj edhe çu të na hin shejtani me artilleri tron se sfishllon zemra. Dhe dje veç me vezvese pilaru ka bo, se sunin se ka fishlu, apo tash do me kon normal, tash sfishllon mo. E tërej kur të hin, e mund me fut edhe ten kun mrena, mund me fut edhe artilleri ron mrena, tani mos thuj s'puna me rezistu, po s'munësh se u hi armatimi i madh, ho problem, veç me rezistu o problem, leo me qit përjasht me të armatim që u hi mrena. Pse? E qysh hini, e qysh unë se pash. Ai që duhet me fishklu kon të flajt. Apo ai që duhet me fishklu, s'është kësaj hiç ajo. Ju ka prish sistemi i detektimit. Andaj që kjo është ajo që ka thonë pejgamberi kur prishet krejt sistemi prishet. Apo nëse prishet sistemi i fishklimit, që tu po domosh ju shembull apo. Për shembull, nuk fishklon senzori. A fishklon venti muri? A fishklon venti dyshemeja? Kur gjë s'fishklon mo? Se ajo që është kompetent për këtë, që kjo të më bëjë. Ajo se bën këtë punë, kur se bën tjetër ato. Andaj ndëruar, kjo është ajo më e shëmtuara, më e keqja. Don që
mëkatet të bëhen normale. Normale kjo nuk kupton fillimisht në veten tonë, para se më dal dikun tjetër. Por tani duke u bë normal këtu, fillim u bë normal edhe për jashtë. Apo normal bën edhe për jashtë. Bon normal atje, normal kështu më radhë. Për shembull, kur flitet për xhelozin e shqiptarëve, që shkon xhelozia përpara, që s'kan liu, tash ku na bëu, çaj na bëu, apo thonë njerëz, është bërë shumë normal. A din më nejt kë me këto? Kësë është problemi i tjetrit, apo për shembull. Burri ka filluar me e normalizu nejtën me gratë e huaja. Normalizimi i burrit me net me gratë e huaja e ka shkaktuar që normal kada më duk që edhe gruaja ti me net me burrat e huaj. Kjo shkon tu normalizu, kjo nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi me kon njëri këtu shumë ilshum, rahat, e thani kam ju duk, përveç në qoftë se e ka veç një sen. Apo e ka një sen, e din që ato që ka ja u bën tjerëve, apo mundur maksim me erujt, mos m'ja bu dikush ati, falco, aktrim, nga se Zoti Xhellehu Ala do ka me spravu në ato që ka i tjetër duke i spravu. Për këtë arsye nderuar, ati që i duket normal mëkatet e veta, apo normal i duket kjo, ky normalitet do të reflekton pastaj edhe në shoqëri, nin çfarë gjunohi u bë dhe asnjëherë s'ka ndodhur me u prej buka për një haram që po bëhet në Kosovë. Asnjëherë nuk ka ndodhur gjumi u prish apo ton këto raste të tmerrshme, të krimeve të shumta, të vetvrasjeve, përhapja e moralitetit, sa familje duke u shkatruar. Na lexojmë statistika apo e si më lezu për këpurdhat ose për patatet ose për patligjonat apo se nuk bëhet fjalë për njerëz. Çfarë është bën normal kjo punë? Apo është bën normale? Çka e ka shkaktuar këtë normalitet? Pse kur reagon? Për shkak se fillimisht ka bëu paqe me gjunohet e veta, apo e kur s'ka qenë gjendje me luftu me viruset e vet, s'është interesuar me luftu as me viruset e tërkujt.